Në një nga mbrëmjet më të qeta brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, Labinoti vendosi të marrë rolin e mikpritësit dhe të gatuante për banorët një darkë të veçantë. Aroma e ushqimit u përhap menjëherë në ambient, duke zgjuar kurreshtjen dhe emocionin e të gjithëve. Banorët u grumbulluan pranë tavolinës, gati për të shijuar përpjekjen e tij dhe për të kaluar një moment bashkë, por sapo darka u shtri mbi tavolinë, u shfaq një problem i vogël, por mjaft shqetësues. Nuk kishte karrige të mjaftueshme për të gjithë. Atmosfera filloi të tensionohej paksa, sepse çdo banor dëshironte të ulej dhe të hante në qetësi, por duket se hapësira nuk ishte planifikuar mirë për një numër kaq të madh pjesëmarrësish. Shikimet u kthyen nga njëri tjetri, disa duke qeshur për situatën, të tjerë duke u ndier pak të pakënaqur. Labinoti, i kuptueshëm dhe i durueshëm, filloi të mendojë se si të zgjidhte situatën. Ai u përpoq të qetësonte banorët dhe të organizonte rrotullimin e vendeve, duke bërë që secili të kishte mundësinë të ulej dhe të shijonte darkën. Ishte një provë e vogël e menaxhimit të situatës, një moment që tregonte se organizimi dhe durimi janë po aq të rëndësishëm sa edhe gatimi i vetë ushqimit. Banorët, megjithatë, e morën situatën me sportivitet. Disa pranuan të qëndronin në këmbë për pak minuta, duke shijuar bisedën dhe shakat e vogla që lindnin në radhat e tyre. Të tjerët u rrotulluan, duke krijuar një atmosferë bashkëpunimi që i bëri të gjithë të ndihen më afër njëri tjetrit. Edhe pse karriget mungonin, nuk mungoi humor dhe energji pozitive, dhe darka u shndërrua në një moment argëtimi dhe lidhjeje mes banorëve. Ky episod tregoi edhe një herë se Big Brother Kosova nuk është thjesht për lojë dhe strategji, por edhe për mënyrën se si banorët menaxhojnë situata të papritura dhe bashkëpunojnë nën presion. Edhe një problem i vogël, si mungesa e karrigeve, u kthye në një mundësi për t'u afruar, për të qeshur dhe për të krijuar kujtime të bukura së bashku. Dhe në fund, ajo